يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد Falënderimi takon Allahut Azza wa Jall. Atë e falenderojmë prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Selavatet i ja dërgojnë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes e tij, shokëve të tij dhe krejt muslimanëve që ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Vëllezër të dashur musliman, xhamatllin të nderuar. Prej rrugëve për të shpëtuar nga zjarri i xhehenamit është edhe ajo që dhe veprojmë ashtu si ka vepru pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. E si ka vepru pejgamberi alaihi salatu wasallam në këtë çështje, prej çështjeve që ai ka zgjedh, i ka ndjek, është edhe ajo se ka kërkuar shumë prej Allahut azza wa jall që Allahu ta shpëton pejgamberin sallallahu alaihi wasallam prej zjarrit të xhehenamit. Mbetet edhe jonja tani që të kërkojmë ne tani, çdo njeri për veten e tij, të kërkon që Allahu azza wa jall ta shpëton atë prej zjarrit të xhehenamit. Sepse ai Allahu është ai më i madhi, është ai kryesori në këtë çështje që më të shpëtu ose jo prej zjarrit të xhehenamit. Pra pejgamberi alayhi salatu ishte ai që shumë e lutke Allahun duke i thonë o Zoti i madhërisëm, më shpëto prej zjarrit të xhehenamit. Siç e përmendi hadithin që e nxjerri Buhariu dhe Muslimi prej Abu Hurairës radhiyallahu anhu, se thotë se kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yad'u, se pejgamberi asam shumë e lutke Allahun dhe thëjke Allahumma inni a'udhu bika min adhabil qabr wa min adhabi jahannam. Që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam sa herë thonte o Zot, kërkoj që të më mbrosh ti prej dënimit të varrit, edhe të më mbrosh ti prej dënimit të zjarrit. Pra pejgamberi alayhi salatu ishte ky që e lutke Allahun ta shpëton atë prej zjarrit të xhehenamit. Nëse ky pejgamber i Allahut vula pejgamberve, njeriu dhe pejgamberi më i miri që ka ecur në rrezullin të kësur, nëse ky është lutur vazhdimisht, atëherë ne duhet ta pyetmi veten tonë se ne sa herë në ditë e lusmi Allahut na shpëtoj prej zjarrit të xhehenamit. Po e përmendni një hadith tjetër që ka sjell Nesaiu prej Aishës radhiyallahu anha, dhe hadithi është autentik, që tha se tregonte për duat e pejgamberit kur bante dua pejgamberi alayhi salatu wasallam, e thojke Allahumma Rabbi Jibril wa Mikail. Thënte pejgamberi sa o Zot, që je Zoti i Jibrilit, melekut të madh, edhe i Mikailit, një melekut të madh, wa Rabbi Israfil, edhe që je Zoti i Israfilit, një melekut tjetër të madh, a'udhu bika min harrin nari wa min adhabil qabr. O Zot, më mbroj mua prej dënimit të zjarrit dhe prej dënimit të varrit. Pra pejgamberi selam ju drejtonte Allahut ju drejtonte edhe atë duke ja përmend disa krijesa të mëdha, si Jibrili, Mikaili, Israfili, këta melek të mëdhaj, ja përmendte ti që je Zoti i Jibrilit, ti që je Zoti i Mikailit e Israfilit, më shpëto mua si rob prej zjarrit të xhehenamit. Prandaj edhe ne kur të bëjmë dua, prej duave tona është që ti drejtohemi Allahut azza wa jalla, Zot, më shpëto, më ruaj, më shpëto prej zjarrit të xhehenamit, më ruaj nga zjarri i xhehenamit.
Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam jo veç për veten e tij, por ai i mësonte, i këshillonte edhe shokët e tij, e përmes shokëve edhe umetin islam krejt, e këshillonte dhe e mësonte që dhe na mësonte neve deri në kiamet këshilla dhe mësimi i tij vlen që të kërkojmë që nga Allahu të na mbron prej zjarrit të xhehenamit. Sikur që e tregon një rasti kur ju drejtonte pejgamberi alayhis salam shokëve të tij, një hadith që sjell Imam Muslimi, që thotë se pejgamberi alayhis salam thonte ta'awwadu billahi minan nar, o ju shokët e mi, kërkoni që Zoti t'ju mbron juve dhe t'ju ruan nga zjarri i xhehenamit. Shokët janë esin dhe thoshin na'udhu billahi minan nar, o Zot, na shpëto prej zjarrit të xhehenamit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me i tregu umetit në përgjithësi shokëve të vet, por dhe umetit në përgjithësi me i tregu se është e rëndësishme kjo, i ja lidhte pejgamberi alaihi wasallam këtë dua, që të bësh dua lutje që Zoti me të mbrojt prej zjarrit të xhenemit, i ja lidhte me një vepër që është më e shpeshta brenda ditës. I ja lidhte me namaz. Dhe i mësonte shokët e tij e i urdhëronte që sa herë të falen në fund të namazeve të tyre të kërkojnë që Allahu t'i shpëton prej zjarrit të xhenemit. Në çdo namaz ja kërkonte këto shokëve të tij, për namazi është që vot 5 herë në ditë, kërkonte prej neve, si në farz, si në sunet e nafile, në fund prap, me thonë o Zot, më shpëto prej zjarrit të xhenemit. E që kjo dua është ndoshta pak e harruar, ose një numër i madh i falsve, i atyre që falin namaz, ndoshta edhe se din hiç. A pejgamberi ka urdhëru shokët e tij për këtë çështje. Për ta pejgamberi më thot në hadithin që e sjell Buhariu dhe Muslimi, që vjen prej Abu Hurairës radhiyallahu anhu, thot se idha fariga ahadukum min at-tashahhud al-akhir falyata'awwad billahi min 4. Ju thon të shokëve të vet, o ju shokët e mi, kur njëri të fal namaz, në tehiyatin e fundit, le të kërkon mbrojtje prej Allahut prej 4 gjërave i përmendën këtë hadith. Prej 4 gjërave, cilat janë ato? Thot min adhabi jahannam, që t'ju mbron Allahu, kërkoni pejgamberi na porosit kje, kërkoni që Allahu t'ju mbron prej zjarrit të xhehenamit, wa min adhabil qabr, edhe prej zjarrit, edhe prej dënimit të varrit, wa min fitnetil mahya'i wal mamat, edhe kërkoni që Zoti më ju mbrojt prej sprovave të dunjas dhe sprovave që ka mundësi me pas momentet e vdekjes, wa min sharri fitnetil mesihi dajjal, edhe kërkoni që Zoti më ju mbrojt prej sprovave që kur vjen Mesihu Dajjali, një prej shenjave të mëdha të kiametit, ban fesad në tokë për 40 ditët e tij, e që një ditë është sa një vjet dhe tani tjera fillin të shkurtu, ndërsa na prej tani më kërku që Allahu më na rujt prej fitneve tyre. Në një rivajet verset tjetër thot wa min al-ma'thami wal maghrem, edhe kërkoni që Allahu t'ju mbron prej gjunaheve, mëkateve, të këqijave çka ju i bani, dhe t'ju ruan prej borxhit. Dhe t'ju ruan prej borxhit për shkak se mund të ketë fesade dhe të këqija prej borxhit të madh. Pra pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i këshillonte shokët e vet, ju në çdo fund namazi kërkoni prej Allahut këto 4 gjëra. Atë shumë kërkonte pejgamberi sallallahu alajhi wasallam për umetin e tij, saqë shokët e tij a e dini se si i mësonte këtë dua në fund të namazit, atë si mësonte për mu lut që Allahu më mbrojt prej zjarrit të xhenemit, i mësonte njëjtë qysh mësohet sura e Kur'anit. A keni pa në sura të Kur'anit kur të mëson para hoxhës? Ai hoxha të thotë çtu zgjate, çtu shkurtoje, çtu e ke zgjat, e ke harruar një shkronjë, e ke harruar një fjalë, kështu mësohet Kur'ani. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam edhe këtë dua të fund që me kërku prej Allahut, me të mbrojt prej zjarrit të xhenemit, edhe kështu jam mësoj edhe këtë dua, sikur që jam mësoj Kur'anin. Prandaj hadithi që e sjell edhe Imam Muslimi edhe të tjerë prej Ibn Abbasit, se pejgamberi thot kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yuallimuhum
Hadha dua kema yuallimuhum suratu min al-Quran. Ja mësonte pejgamberi alayhis salam shokëve të tij këtë duan, këtë lutjen në fund namazit që Zoti më të mbrojt prej zjarmit të xhenemit. Njëjtë tha Ibn Abbas, thot njëjtë qysh ja mësonte Kur'anin. Prandaj cila ishte ajo dua? Tha Ibn Abbas, e atëherë shokët e tij ishin që e thonin duan: Allahumma inni a'udhu bika min adhabi jahannam. O Zoti i madh, më mbroj prej zjarmit të xhenemit. Wa a'udhu bika min adhab al-qabr. O Zot, më mbroj prej dënimit të varrit. Wa a'udhu bika min fitnati al-Masih ad-Dajjal. Edhe o Zot, më mbroj prej provave të Dajjalit. Wa a'udhu bika min fitnati al-mahya'i wal-mamat. Edhe o Zot, më mbroj prej provave të jetës dhe të vdekjes. Për kështu thot Ibn Abbasi, pastaj shokët e tij e thonin duan, e që kjo dua është e harruar dhe një numër i madh i atyre që falin, siç e përmenda, edhe nuk e din këtë dua hiç. Bile një herë prej herave. Nëse dikush komplet kështu nuk e din, po të paktën le ta mëson një fjalë: O Zot, më ruaj prej zjarmit të xhenemit. Një herë prej herave, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i u drejtu një prej shokëve të tij dhe i tha: O shoku jon, ti në tehiatin tënd, në fund namazit, çfarë duaje ban ti? Ai njeriu i kthej dhe i tha: Atashahad, thumma aqul Allahumma inni as'aluka al-janna wa a'udhu bika min an-nar. Unë e tham tehiatin, selavatet, e pastaj tham: O Zot, më çon xhenet dhe më shpëto prej zjarmit të xhenemit. Tha: O i dërguar i Zotit, unë nuk po di, sikur ti dhe Muadhi, që s'po dini mi thur vargjet të gjitha ato dua që ju po i bani, unë s'po di, i moshuar, nuk pi di krejt çështu, por unë veç çton po di me thon. Po di me thon: O Zot, më çon xhenet, më ruaj, më shpëto prej zjarmit të xhenemit. Pejgamberi alayhi salatu wasallam ja kthei dhe i tha: Haulaha nadur. O shoku jon, po dhe na rreth qësojnë apo sillmi. Te a e thu tash me krejt fjalit, a me pak fjali, por qëllimi final edhe jam edhe i Muadhit edhe i shokëve të tjerë që po i dim, tha është që kjo, me lutë Zotin, me na çun xhenet, edhe me lutë Allahun Azza wa Jall, me na shpëtu prej zjarrit të xhenemit. Pra pejgamberi edhe njëri që shumë pak dinte, por të paktën i lavdroi atë që ai e bënte. Pastaj prej të mirave që ty të godasin inshallah. Nëse ti kërkon prej Allahut, ai më shpëtu prej zjarmit të xhenemit. A dini cilat janë të mirat? Prej atyre të mirave është edhe ajo që ti kur thu: O Zot, më shpëto prej zjarmit të xhenemit. Xhenemi atje është ku është, prej atje ai thotë: O Zot, shpëtoje këtë rob që u lut, që ti më mbrojt për me, shpëtoje prej me. Vetë xhenemi lutet pastaj për ty. Kjo është prej të mirave që ty Allahu të furnizon nëse ti lutesh që Allahu më të mbrojt prej zjarmit të xhenemit. Pra dhe vetë xhenemi pastaj lutet për ty. Siç e përmendi hadithin që sjell Imam Ahmedi dhe të tjerë prej Enesit, dhe hadithi është autentik, tha pejgamberi alayhis salam: من سأل الله الجنة 3 مرات قالت الجنة اللهم أدخله الجنة. Tha pejgamberi alayhi salatu wassalam: kur robi i drejtohet Allahut 3 herë dhe thot: O Zot, më çon xhennet, o Zot, më çon xhennet, o Zot, më çon xhennet, tha pejgamberi, atëherë xhenneti thot: O Zot, shtinë këtë rob në xhennet. Tha kur robi thot: ومن استجار من النار 3 مرات قالت النار اللهم أجره من النار. E kur robi thot 3 herë brenda ditës, brenda qastit, veç nëse thu 3 herë: O Zot, më ruaj, më shpëto prej zjarmit të xhenemit, o Zot, më shpëto prej zjarmit të xhenemit, o Zot, më shpëto prej zjarmit të xhenemit, kur do që e thu, në çfarë do gjendje që e thu, tha pejgamberi alayhis salam, atëherë zjarri ai flet, xhenemi ai flet, edhe thot: O Zot, shpëtoje këtë rob prej zjarmit të xhenemit. Në rivajetin tjetër: O Zot, shpëtoje këtë rob prej meje. Pra veç 3 herë nëse ti thu, kjo prej të mirave që Zoti ty të furnizon. Pastaj një krijesë e madhe që veç thellësia e tij është me 10 vite të poshtë, veç thellësia e xhenemit është 60-70 vite të poshtë, veç thellësia. E gjërësia pasaj, e gjasësia tive që Zotë edhe sa ima është aja krijesë. Ajo lutet për ty, Ndërsa me një hadith tjetër që
E ka sjellë Abu Ja'la. Dikush ka fol pak në senedin e tij, por Sheikhul Albani ka thonë hadithi është autentik i vërtet. Thot, e po nëse ti u lutë 7 herë brenda ditës, thu o Zot, më shpëto për zjarmin e xhenemit, ndash u lutë më një herë, ndash u lutë në kohë të ndryshme, kryesorja brenda ditës, u lutë që Zoti më të shpëtoj për zjarmin e xhenemit. Than këtë hadith pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, xhenemi flet dhe ta përmend edhe emrin tënd, edhe me emër. Nëse një njeri X-i, një Ahmedi, ka thonë, o Zot, më shpëto për zjarmin e xhenemit, s'po du me hin xhenem, o Zot, më shpëto, edhe zjarmi i xhenemit, emrin tënd ta përmendet ato, o Zot, robi jut filani me emër, po lutet që ti më mbrojt prej meje, mbroje o Zot prej meje. Kjo është prej të mirave që të rrjedhin. Pastaj, është prej atyne që nëse je person që ti kërkon që Allahu më të ruajt prej zjarmit e xhenemit, është arsye që Zoti më të fal. Është arsye që Zoti më të fal. Në hadithin e njoftër në Buhari, që tregon për rastin edhe të mirat kur ulesh dikun me marr dije, edhe Allah përshkruaj, edhe Allahu Azza wa Jalla i thot melekëve, o melekët mi, ata që ishin të bu me një vend me marr dije, dituri, e me mbledh dije, prej çkahit po kërkojshin mbrojtje. Melekët ja thojnë dhe ja kthejnë Allahut o Zot, ata po kërkojshin që dhe po urushin dhe po shpresojshin që me i shpëtu te prej zjarmit të xhenemit. Allahu ja kthen melekëve të ato melekët mi, a mos e kanë pa ata zjarmin e xhenemit? Melekët i thonë jo Zot, ata se kanë pa. Allahu i thotë, e sikur ta kishin pa, si do të ishte gjendja e tyre? Melekët ja kthejnë, që shepom gjendjen e tyre, me pas po zjarmin e xhenemit, ata shumë më shumë të kishin frigu ty, edhe shumë më shumë të kishin lut. Allahu adin si ja kthen melekëve, veç pse ti kërkove që Allahu më të ruajt prej zjarmit e xhenemit, Allahu i thot melekëve, fa ashhadukum anni qad ghafartu lahum, unë ju kam dëshmitar o melekët e mi, që ata njerë që janë të bunë qatë vend, veç pse përveç të tjerave që po i kërkoj kanë dhe po marr kanë dije, por plus që po kërkoj kanë unë me i mbrojt prej zjarmit e xhenemit, ju kam dëshmitar se janë të falur, i kam falur ata, janë të falur, pra të prek, të kap edhe mëshira dhe falja Allahut, nëse ti kërkon që Allahu më të shpëtu prej zjarmit e xhenemit. E lusmi Allahun Azza wa Jall na fal na mëshiron. Lusmi Allahun Azza wa Jall për zjarmin e xhenemit të na shpëton. Lusmi Allahun Azza wa Jall në xhenet me pejgamberet të na takon. Lusmi Allahun Azza wa Jall që muslimanëve kudo që janë botë, Allahu të ndihmon. Walhamdulillahi rabbil alamin.